Policia e Kosovës ka dalë me një njoftim për gruan që ran nga ura e re mbi lumin Ibër mbrëmjen e kaluar. Në njoftimin e lëshuar tregohet se falë reagimit të shpejtë të policisë u shpëtua gruaja që kishte rënë në lumin Ibër. Gjendja e saj tash është stabile dhe jashtë rrezikut për jetën. Në vijim, njoftimi i plotë i policisë, falë reagimit të shpejtë të policisë, një qytetare shpëtohet nga lumi Ibër. Mitrovic, 2 janar 2026. Mbrëm rreth orës 22, policia në Mitrovic është njoftuar se një person i zgjenisë femërore ndodhej në rrezik pasi kishte rënë në lumin Ibër, në afërsi të urës së re në rrugën Lah Nimani në Mitrovic. Njësitë policore kanë reaguar me njëherë dhe në shtratin e lumit Ibër kanë gjetur një qytetare në gjendje të rënduar shëndetësore, të cilën kanë arritur që ta tërhiqin nga uji dhe të evitojnë rrezikun. Ajo është dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal të Mitrovicës, ku gjendja e saj shëndetësore është stabile dhe jashtë rrezikut për jetën. Sipas deklaratës së viktimës, ajo kishte rëshqitur dhe kishte rënë në lumin Ibër. Njësitë policore janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme për sqarimin e plotë të rrethanave të këtij rasti të rënd.